Vëllezër dhe motra, bi dhe bia time. Sinodhi i shenjtë i kishës tonë ortodokse autoqefale, më ngarkoi barrën e rëndë që t'jem në krye të kishës tonë. Kjo barrë, si për moshën ashtu edhe për aftësitë time, është shumë e rëndë, por me ndihmën e gjithë besimtarve, me ndihmën tuaj dhe të gjithë klerit, dhe me përkrahjen e pushtetit popullor, unë do të vë të gjitha forcat për të udhëhequr grigjën që mu besua. Në radhë të parë, falenderoj Perëndinë e shumë fuqishme, dhe me forcën e Zotit ton Jesu Krishtit do të plotësoj urdhrat e tij. Historia e udhëheqjes të kishës son është e mbushur me ngjarje të papëlqyera. Prej kohësh, veprimet e udhëheqësve kanë qenë sa antikombëtare, aq edhe antikishtare. Despotët tanë, të dërguar nga jashtë, punuan për të lehtësuar sundimin e të huajvet. Disa bekonin armët gjakatare të fashizmit që vranë dhe shkatruan vendin tonë. A nuk janë këto vepra antikombëtare? Sot bota është ndarë më dy pjesë. Në njërën anë qëndron bota e re, njerëzit që duan paqen. Në anën tjetër qëndron imperializmi i pashpirt që po kërcënon njerëzimin. Ai ka ngritur agjenturat e tij në Stamboll dhe në Rom. Papa e Romës që bekoi fashizmin, sot po i bën duva imperializmit. Ai predikon haptas kasaphanën. Por kisha jon duhet të qëndroj me popullin, siç thot apostulli, Perëndia s'është perëndije të çrregullimit, por e paqes. Detyrat tona janë të qarta. E para, kleri duhet të ndihmohet materialisht, por ndërta duhet të zhduket mentaliteti i vjetër. Kush e përdor fen në dëm të popullit do të përzihet nga kisha. E dyta, kisha do të riorganizohet me statut të ri. Pasuritë e manastireve nuk do të shërbejnë më për interesat personale të despotit. E treta, do të forcojmë marrëdhëniet me kishën e madhe ruse. Bashkimi Sovjetik është drita e botës dhe ne do ta marrim dritën prej dritës së tij. Le t'i lutemi Zotit të ndihmoj popullin ton, të fuqizoj pushtetin ton popullor dhe qeverinë që udhëhiqet prej birit më të mirë të këtij populli, kryeministrit Enver Hoxha. Të ruaj ushtrinë ton popullore që mbron integritetin e atdheut ton. Amin.